Le të themi që Iliri edhe pse i izoluar ka arritur që të bëj prezencën e tij të ndjehet në fermë, apo jo? Tek po. Sa dush. Vis, çfarë mendon për atë që pe? I kena pa dhe gjatë ditës këto, gjithkohën. Qa sensi atë që tha për mu? Normale. S'kemi shku nofta aq shumë sa duhet, për vizit. Edhe ka menimin e vetë, unë prapë kom respekt për Lirin, edhe i ka respekt për mu, sështë se ishe në i fjallë. Kishe në gjokë shumë konkretisht një rëmë? Jo, me kalë, ajo që du të theme dhe e kam thënë dhe për sëris, që kur më vjen keq për dikë që nuk vjen, do të thotë që e ke prit? E kam prit. Po, ka marrë, këtë e ke thonë masi kam para se të kisha ardhë. Fare, prisja më shumë nga ty dhe nga kryefermeri. Romir. Unë kam shku i pari, në fakt. I pari, po. Në fakt. Edhe pasaj i fundit. Edhe i fundit. Dhe nuk kam shku për arsye sepse unë jam në pozicionin e kryefermerit dhe nuk kam dash me, si thush, me interferu ke pozicioni im, në lidhje me... Mendoj që të ishte më drejt si kryefermer të asistoj, ose të rije afër një fukaraj që rike fakiri. Base, gjithsesi, unë e kam bërë timen, kam ardhur dhe të kam denjur afër, ndoshta atër kur s'kanë qenë të tjerët, dhe vjen keq që e ke ndje mungesën time, po do ta korrigjoj. Duhet ishe me rakos në qose s'do ta kisha ndjerë. Gjithsesi, unë mendoj që kam bërë aq sa duhet, mbase u ka dashur u bë më tepër, po... Ilir, si a ke dalë me kafshët edhe me përkujdesin ndaj tyre këto ditë, a ke patur nevojë për ndihmë apo e ke refuzuar ndihmën? Atëherë unë njerë jam i lumtur që po shijoj koltukun se mu mpiku rrizik e stoli. Kjo është primarja. Ke kafshët, unë i adhuroj kafshët. Gjithë jetën kam dashur natyrën, kam dashur gjithë shka, natyra ofron. Me shumë kënaqësi i kam, themi, kuruar, i kam pastruar, i kam dhënë taj. Edhe ajo që më ka ardhë keq sot, ka qenë episodi, nuk e dia a do shtrohet çështja apo jo, po që të gjithë thesat e ushqimit ishin përdhe. Për fillu si ushqimi i lopëve, i dhive, i deleve dhe i pulave. Si? Çfarë kishte ndodhur? Kanë rënë gjithë, ishin qarë thesat, gjithë ushqimi për tokë. Kush i kishte qarë? Edhe poni i zgjidhur, poni i cilit e kisha lënë të mbyllur në stallë. Pra, dikush ka shkuar, ka nxjerr me preteksin që është poni që ka qarë thesat. Kush e ka bërë këtë? Laraska dhe Natës, pa diskutim. Kujt i referohesh? Mendoj Gresa, mendoj Ola. Gresa? Laraska dhe Natës ishte? Absolutisht jo, nuk kam lidhje, s'kam shku të stallat. Mendoja dhe Adi, po bëm një diskutim dhe nuk e përjashtohet. Nuk do kisha pas arsye, cila mund ishte arsyeja që unë do kisha bë këtë, si qohet një robë mes... Do shta se influencohesh nga dikush. Jo, nuk influencoha, mund gja mendimin për ty e kam shumë qartë dhe ti e din. Cili është mendimi, Ola? Mendimi është që pavarësisht saj energjisë mirë që u përcjell kanë publik që ka sjellë Ilir Çaqiri, unë nuk e ndjej fare, sepse shumë herë na drejtohet si shkoni te stallat tuaja, ose ku di unë ca epitetet tjera që nuk e di nga i nxjerr, ka atë qasjen që na sheh sikur jemi më poshtë se ai, kështu e ndjej unë absolutisht e di që në karrierë është më lart se unë, ama këtu kur kemi mbyll atë derën jemi gjithë barabartë. Ky është mendimi im. Nuk i bëj asnjë gjë me tendencë. Unë po them se cili e ndjen veten ashtu si është. Jam më poshtë se ti, absolutisht në karrierë po. Ti si e ndjen veten? Si njeri nuk dua ta krahasoj veten me ty. Nuk e krahasoj veten me ty në anën njerëzore. Po s'duhet ta krahasosh fare, se s'ka asnjë lloj krahasimi për të bërë. Unë po ty si e ndjen veten? E thash, na trajton sikur jemi më poshtë se ty. Po leje çfarë them unë. Ti si e ndjen veten? Unë e ndjej veten shumë mirë, po nuk e krahasoj me ty. Po harxoj kohën kot. Dakor, vazhdo. Më fal, mbaroj. Gresa? Albona, njëherë nuk e di me çfarë fjole drejtohet Iliri, për personalisht kom pas respekt nga jashtë në atë formatin tjetër ku përcjell prej anës tem, po s'kam respekt mo. E ke bërë ti atë gjest apo jo? Unë jem konë gjëm. A e ke bërë ti atë gjest apo jo? Se kom bo.
Po me u drejtu ma fjallë. Atëherë s'kapse të ofendoj Laraska të notës, epiteti Laraska dhe natës. Ti ndjen vetën Larask. Po jo mëre, ti mu drejtove mu. Po s'ke që ofendohesh, në qoftë se nuk e ke bërë. Po ti u drejtove Laraska të notës dhe mendoj Gresa dhe Ola. Po. Ua, farë ofendime. A me gro për shtyësha? Me fëmija? Ja keni sa 5 mushti me fëmija? Po ti ke fëmi vetën. Ani, mirë. E shumë fëmi vetën ti. Shumë mirë. Që aty i ki forca ti. Vazhdo, ecim. O Liri, mu duka po ishe marrë me sisat e mija ti? Po ku i keti me me dhe? Po jo, atë ti, po parë. Ti me më shumë mua. Me pulat. Jo, ti të gjithë. Me pulat. Pulat e të shtrija jote. Ta, kujto se s'dëgjoj unë. Dëgjoj që gjitha, a ti kështë edhe? Se të merë. Jo. Moza, Hami, qarë tha? ky është i kontraktuar si personazh, unë këtu e kam problemin. Kaq, e respektoj se në fushën e vetë është maestro, po për të bërë mua bet ka kontraksion. Ka kontraksion. Edhe e kam vështirë. E ke të Edhe vështirë. e dua, e çmoj për ato kapaciteti që ka, po në komunikim e ka këtë vështirësi. Ilir, si përgjigjesh Mozës? Qa ti them Mozës? Moza nga Jupiterin, Saturn, këthet në tokë i kënhon, këthet prap tu, fut një Po gjiro. prandaj kam të vështirë. Nuk Se e kam unë. është komet në fluturime sipër. Edhe sot, po më përqeshje, apo dje, nuk e di, se si kërceja mjelban. I thash, përqesh, po 2 puthja unë i mora. Dhe Adi shtoj, dhe më të mira, tha. Dhe më të mira. Mjelon me kënaqësi më të madhe, sepse e meritoje. Kështu që është edhe ky një qikë thëngjilli mbuluar. Thëngjilli mbuluar. Vjen pak si katror, me kaçurela të verdha, por aty brenda e ka që dëtora. Sara, Nuk e di. Nuk e di se qa thënë. Unë që në fillim e kam thënë që jam shumë e kënaqur që Iliri është pjesë. Unë dua që të kem komunikim dhe të bëj bashkë bisedim me njerëz që kuptojnë diskursin edhe diskutimin, kuptojnë humorin, kuptojnë ironinë, sarkazmën, dhe Iliri më përshtatet në këtë e shikon si konkurent të fort? Po, pa tjetër, po. Po, unë nuk duat luaj me konkurent të dobë, duat luaj me konkurent të fort. Jemi të gjitha mos tani? Ja gjithë atyre natyrësime janë. Okej, prandaj është quhet ushtria e puplave.